Unë pata fatin që, si që përmendet vitin Breshans të Suarekës, ku ka qenë komanda brigadës 123, me të gjitha dhe bashkëluftarët që erdhën, gjetëm një organizim të jashtëzakonshëm për kohën, sepse Ushtria Qlirimtare e Kosovës kishte psu faktikisht disa vështirësi të kohës pas ofanzivës parë që quhej, pas ofanzivës shtatorit, por mbi të gjitha do të thotë kishte një organizim të atyre kapaciteteve që kanë qenë dhe me arritjen tonë pas një rehabilitimi, sepse kishim ushtarë dhe që kishin ngrirje parciale prej rrugës, kemi pas faktikisht edhe amputime të vogla, dhe filluam faktikisht që të njohim terrenin, të fillojmë organizimet faktikisht në fshatra, të fillojmë ndërtimin e kapaciteteve të brigadës 123, batalioneve, kompanive, togjeve, skuadrave, dhe mos lëmë do të thotë asnjë pjesë pa prekur dhe të mbulojmë gjithë territorin. Për një kohë shumë të shkurtër, dhe për fat mirë kishim disa ditë ose një kohë të shkurtër që të riorganizoheshim, ne kemi arrit kapacitetet jashtëzakonshme, kemi arrit faktikisht numrin mbi 2000 luftëtarë, jo të gjithë të armatosur, por me një vullnet të jashtëzakonshëm, po mbi të gjitha ndërtuam strukturën faktikisht të brigadës dhe kishim një mundësi të jashtëzakonshme që të fillojmë dhe të mbulojmë gjitha ato zbrastira ku mund të kërcënoheshim, do të thotë, prej armikut serb.